patjetër jam vënë në dieni të këtij informacioni, ashtu siç isha vënë në dieni të informacionit që këto vizita të kryera për qëllim në pretendime e kontrolleve shëndetësore nuk ishin njoftuar as në detyrimin e përgjithshme të bugjeve, as në shërbimin e kontrollit të brendshëm të bugjeve, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore sepse unë menjëherë kam marrë vendimin për shkarkimin e drejtorit, dhe nga ana tjetër, siç e përmenda më herët, i kam kërkuar shërbimin e kontrollit të brendshëm të bugjeve që të jenë të pranishëm në çdo IEVP, në çdo institucion të ekzekutimit vendimit penal, pikërisht për të garantuar proaktivitet, për të garantuar evidentimin e këtyre situatave dhe për goditjen e tyre përpara se ato të përshkallëzohen. Sigurisht është një raport që po përgatitet, ka informacione ditore që përcillen dhe nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të bugjeve, krahas komunikatës ditore që përcillet nga detyria e përgjithshme e bugjeve, dhe patjetër gjithë ky informacion që unë do më vihet në dispozicion, do t'i shërbej dhe asaj çfarë unë përmendëm më herët në funksion të bashkëpunimit gjithë përfshirës si të institucionet të zbatimit ligjit, por edhe partnerëve tanë.